Dhe të dashur miq, sot me mua në studio është një kolege gazetare nga Shqipëria, e cila ndjek nga afër zhvillimet sportive dhe sjell reportazhe dhe analiza sportive nga tereni. Mirela Haxhia, e cila ka realizuar së fundmi edhe një reportazh për klubin e futbollit Shkëndija Tetov, ndërsa aktualisht është edhe angazhuar në portalin Almak Press, duke mbuluar ngjarje dhe tema sportive për publikun më të gjerë. E sot atë e kam në studio dhe do e përshëndes, do i them mirëmëngjes dhe do e faleminderoj që po na bashkangjitet në këtë mëngjes. Mirela. Mirëmëngjes dhe uroj të keni një ditë sa më të mbarë dhe shumë faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi. Kënaqësia është e gjitha ime atje në pjesë e juaja. Pastaj është edhe kënaqësi e dyfisht kur bashkë bisedon edhe me një kolege, sepse ta din hallin, ë? Patjetër. Ne e kuptojmë njëra tjetrën dhe e dim se sa i vështirë është profesioni jonë, e dim dhe të bukura dhe vështirësitë, situata që ne kalojmë në këtë profesion, dhe ndaj do e kuptojmë njëra tjetrën se s'kemi nga të shkojmë. Po, përveç se na ndan fusha e gazetarisë, unë jam më gjithë përfshirëse, ndërsa ti je më shumë në sport, ndërsa e vetmja fushë që ndoshta pak me skepticizëm do e kisha bërë dhe nuk e din nëse do mund t'ja dalja ose jo gazetarinë sportive. Faktikisht, deri para pak vitesh nuk ka pasur shumë vajza në gazetarinë sportive. E vërtet. Dhe gazetarët ishin me gishtat e njërës dorë, ndërsa tani kanë filluar të shtohen dhe kjo vjen për shkak të dëshirës së vajzave për të punuar dhe për të qenë aty ku realisht më përpara na është munguar kjo pjesë, na kanë kufizuar, ndërsa tani vajzat fillojnë edhe ja dalin. Mendoj që edhe me aftësinë tënde fundit nuk e di, nuk e ka menduar ndonjëherë, edhe pse të ardhmës nuk i dihet, por se dia do e kisha gjetë vetë. Nëse do rrie me mua një muaj kështu për ditë dhe do pije kafe në mëngjesi, nuk do kisha nga të shkoje pa marrë gjitha informacionet e mundshme për sportin. Padyshim. E dashur, do ndalemi fillimisht te reportazhi, se dua të di se çfarë shtyu për të realizuar një reportazh për klubin e futbollit Shkëndija, pastaj do flasim edhe për karrierën tënde në gazetarinë sportive. Patjetër, unë duke qenë se jam e bazuar në Tiranë, dhe kryesisht ndjek zhvillimet e kampionatit shqiptar dhe kampionateve më gjërë, në konferencë Europa është ajo kryesorja që gjithë gazetarët sportive ndjekin, pra Champions League, Europa League, Conference League, dhe janë 3 kompeticione shumë madhore dhe të gjitha ekipet që shkojnë atje dhe klubet që marrin pjesë janë realisht klube shumë të arrira profesionalisht, ka një rrjedhë, një histori, një bazament shumë të fortë. Dhe çfarë ndodh? Një klub shqiptar, më saktë i trevave shqiptare, për herë të parë në historinë, arrin të shkojnë në aty kompeticionin dhe në arenën ndërkombëtare. Arrin aty ku është maja e futbollit. Dhe ndodh që Shkëndija e Tetovës ishte kjo, pa humbur dhe dritën e Gjilanit, por mënyra se si Shkëndija e bëri udhëtimin ishte që direkt kishte mundësi dhe në Europa League, pra në nivel akoma dhe më të lartë se Conference League. Dhe kjo gjëja në atë moment mua më intrigoi. Duhet të bëj diçka. Duhet të bëj diçka dhe vazhdova ta ndjek Shkëndijën që në fazat e kualifikueseve për të kaluar në fazën e shortit e këto. Dhe unë në atë moment, fillova. Ndeshjen pas ndeshje nuk ishte vetëm çështje fati, sepse shumë ekipe mund t'i ndihmoj fati edhe të kualifikohen me 3 ndeshje, por jo, nuk ishte vetëm çështje fati. Për një periudhë, për 8 ndeshje, Shkëndija tregoi rezultat, tregoi qëndrueshmëri dhe vijueshmëri të cilësisë së ndeshjeve. Në atë moment isha në rregull, më duhet të shkoj të bëj një reportazh sepse kjo nuk vjen nga hiçi, kjo nuk vjen nga rastësia. Dhe nga reportazhi që është akoma duke u punuar faktikisht me të, kuptoj që kishte arritur deri në atë pikë investimi që nuk fillonte 1 vit, 2 vite. Kishte lojtar si kapiteni Ibrahimi që kishin 9 vite që ishin pjesë e ekipit dhe praktikisht pra plani është menduar shumë vite më përpara. Dhe kur e kuptojnë që në një reportazh të tillë, në disa intervista, ata mendojnë për lojtarin që do luajë mbas 3 vitesh, kanë menduar për lojtarët që aktualisht janë, për shitjet, për blerjet e lojtarëve, për tranzicionin që ka kaluar ekipi dhe të gjitha vështirësitë kur asnjë ekip faktikisht ekonomikisht në trevat shqiptare nuk është në nivelet nuk ka qenë në nivelet për kampionatet europiane, për arenën ndërkombëtare, pasi një grumbullim me ekipin kushton goxha, është me vlera monetare shumë të larta, Shkëndija dhe Drita e Gjilanit të dy arritën. Për mënyra se si Shkëndija e arriti këto
proces ishte pak më historike se sa dhe pak më intriguese se sa e Dritës në syrin tim si gazetar. Pa dashur të ul apo të nënvlerësoj dhe Dritën, pasi dhe ajo ka bërë një arritje historike dhe mendoj që ndeshja më e bukur, pavarësisht rezultatit, unë do doja një barazim që të ndaja shpirtin në mënyrë të barabartë, mes Dritës së Gjilanit dhe Shkëndijës, dy ekipe shqiptare që konkuronin në treva shqiptare, jo është vetëm shqiptare, shqiptare mund ta them me plot krenari. Ishin në një ndeshje përballë njëra tjetrës në një arenë ndërkombëtare dhe aty kupton që prit Europa, kthej syt në Prishtinë, pasi luhej vëllai priste vëllai në shtëpi. Shumë e saktë. Po dua të di se çfarë ke dashur të përcjellësh përmes këtij reportazhi, Mirela, përveç ato emocionet, sukseset kuptohet, ka në këtë reportazh edhe ndonjë moment historik që është shënuar ose qoftë ndonjë intervistë, ndonjë deklarate, ndonjë sportisti, lojtari? Patjetër, lojtarët në atë reportazh nuk dua ta zbuloj të gjithën sepse dua ta lëm pak ekskluzivitetin e shprehin emocionet dhe ndeshjet më të rëndësishme që ata kanë përjetuar gjatë këtij rrugtimit. Dhe gjatë këtij rrugtimi, cila ka qenë ndeshja që ata realisht i ka rritur si profesionist, si futbollist, por edhe se si ka ndikuar në aspektin e tyre emocional, si njerëzor, pasi shumë nga djemt që luajnë tek Shkëndija janë prej Tetove. Po. Edhe pikë së pari janë tifozë, janë ballist të Tetovës, pastaj kalojnë si futbollist profesionist dhe kjo gjë e bën diferencën që tek ata të ketë shënuar diçka më shumë në anën njerëzore sesa vetëm në ato profesionale. Dhe normalisht janë përpjekur ta nxjerrë këtë gjë në reportazh dhe në intervistat që kam. Si e kanë mirëpritur pastaj të gjithë lojtarët këtë nismë tënde? Zakonisht unë me futbollistët jam në kontakt sepse profesioni dhe intervistat e tilla i kemi, por ishte një mikpritje jo vetëm nga futbollistët, ishte një mikpritje nga stafi drejtues, nga stafi mediatik, nga stafi teknik, ishte një mikpritje shumë e madhe dhe realisht unë ndjeva sikur ato ngjyrat kuqezi kishin realisht atë vlerën e ngjyrave kuqezi që do donte çdo kusht të ishte e përfshirë. Dhe unë nuk e ndjeva vetëm fare në siklet, gjithmonë ne gazetarët sportive mund të kemi një moment që jemi të ndrojtura apo një siklet, sa do të vogël sepse jemi të përfshira në një komunitet ku i përket kryesisht djemve, tek Shkëndija unë ndjeva fiks në shtëpi. Si vëllezre. Si vëllezër dhe isha po. Mënyra se si po më trajtonin ishte realisht shumë e ngrohtë, ndjes, shumë e ngrohtë, por edhe shumë familjare, shumë profesionale dhe të gjitha ishin të përfshira dhe isha shumë e lumtur që isha aty. Pastaj është shumë e rëndësishme kur e tregon në një çfarëdo lloj reportazhi dhe historinë pas fushës së lojës, sepse ne jemi mësuar çdo herë të shohim vetëm golat, sukseset, loja të ndryshme, por historia pas saj është shumë e rëndësishme që të shihet nga afër, nga sytë e publikut. Patjetër, nuk është vetëm një ndeshje 90 minuta, futbolli nuk është një ndeshje vetëm 90 minuta. Futbolli është muaj, vite, muaj, javë disiplinë. Ata futbollistë, jo vetëm të Shkëndijës, por të gjithë profesionistët, po përmend të Shkëndijës, stërviten ka raste me 2 herë në ditë gjatë gjithë javës. Nisin stërvitjen që mëngjes dhe fillojnë dietat ushqimore, regjimet duhet të flenë në një orar, të zjohen në një orar, por ta jeta, ndonjë rast ka patur, domethënë që kanë ditëlindjen e familjarit, kanë ditëlindjen e fëmijës vet. Por që nuk arrin që t'jenë. Absolutisht, askujt nuk i intereson në futboll kur shohin ato 90 minuta, por realisht ata janë njerëz fundit dhe mbas gjitha këtyre dhe për te atyre 90 minuta ka një sakrifisë shumë të madhe që nuk i shijojnë ndoshta edhe familjarët e vet deri aty ku duhet. Qartë. Mirela, unë ashtu si që përmenda dhe kur prezentova ti aktualisht je angazhuar edhe në portalin ton nga Maqedonia Almak Press, si po shkon puna, si po rje dhe cili është bashkëpunimi që ke me këtë portal? Kryesisht duke qenë që unë mbuloj Shqipërinë dhe raportoj pjesën e superiores kategorisë së parë në Shqipëri, por gjithashtu dhe kombëtaren shqiptare edhe kombëtaren e Kosovës, ndodh që informacionet, raportimi këtyre ngjarjeve më takon mua t'i bëj. Normalisht përpiqem t'i arrit të gjitha gjërat, se ndonjëherë është edhe e vështirë për shkak të largësisë, distancës gjeografike, por
me të drejtën çdo gjë që është pasion. Bëhet me pasion. Edhe më është me dëshirë. Harrohen gjitha. Harrohen të gjitha vështirësitë dhe mendoj që deri diku po ja arrim. Jo në mënyrë më të mirë, sepse asnjëherë e mira s'ka fund, ta kemi të qartë, por përpiqemi të bëjmë më të mirën. Më të mirën, t'i marrim më të mirën vetes dhe të përsjellim dhe për shqiptarët e Maqedonisë atë çfarë ata duan të dinë për Shqipërinë e tyre. Me që të kam për herë të parë dhe po të takoj për herë të parë, dua të di se si rindi dëshira, Mirela, që ti të kyqesh në gazetarinë sportive dhe jo në ndonjë fushë tjetër të gazetarisë, për shembull. Atëherë, unë duke qenë se kam studiuar gazetari, faktikisht kam studiuar gazetari politike. Që do thot mund ta bësh edhe atë. Mund ta bëj. Kam punuar në vitet e mia të para kur isha edhe në fakultet, punoja në gazetarinë e Kronikës Zez, në politikë dhe isha e përfshirë në atë pjesë dhe e kuptoj shumë mirë, por nuk po e gjeja veten. Dhe po mendoja se si të kthej diçka që të gjej veten dhe të ndihem pasion dhe profesion. Tamam e kompletuar. Dhe këtë gjë e nisa, pastaj u ktheva edhe një herë nga mosha 21 vjeçar, u detyrova të kthesha edhe një herë në moshën 10 vjeçare ku unë fillova pasionin për futbollin. Duke parë një ndeshje të Gjermani-Portugali ku fitoi Gjermania 3-1 dhe i mbaj mend edhe detajet se ku shënoi golat, asistimet dhe komplet. Po, në 3 gola ishte i përfshirë mes fushori Bastian Schweinsteiger me numrin 7, një gol me të 2 golat që i çoi asist për Klosën dhe për Balak ishin me goditje standarde dhe një gol e shënon po vetë. Dhe shikoj, wow, emocioni që më dhaj si një fëmijë 10 vjeçar. Prit një sekondë se është diçka që... është diçka në brendësinë time që nuk po mund ta devijoj, më dha një emocion, një adrenalin që se kisha përjetuar më përpara, më dha një ndjesi që realisht thash prit. Diçka, pastaj fillova duke ndjekur futboll, derisa... Po të merrej me futboll në atë periudhë, jo, a? Jo, nuk kanë qenë, plus... Asnjëherë me asnjë sport si e marrë, përveç gazetarisë. Jo, jam marrë dhe me sport e për qef, po për dëshirë, jo për të luajtur dhe për të përfaqësuar një ekip, apo... Ka qenë volejbolli, por e parë nuk isha vetë, jam përpjekur të aktivizohem në futboll një moment e vogël, por duhet talent, edhe unë nuk e kisha talentin. Unë mund të kem syrin për të analizuar një ndeshje futbolli, por jo këmbët për të luajtur një ndeshje futbolli. Edhe ka një diferencë shumë të madhe kjo gjëja, pasi dëshira dhe talenti ndonjëherë duhet shkojnë dhe bashkë. Unë në atë moment nuk i kisha bashkë dhe nuk besoj që i jam pasur ndonjëherë bashkë. Dhe nga një moment unë fillova që të shikoja shumë futboll, fillova të ndiqja futboll, pavarësisht se mami im vazhdimisht përpiqej të më ndalonte të shkoj. Wow. Po, mami kanë qenë kundër, domethënë prindrit. Jo prindrit, mami. Mami, aha. Babi nuk ka qenë përkundra, babi më thoshte hajde shohim ndeshje bashkë. Hajde, shif më mirë shofësh futboll, thoshte se sa të më shikosh filma dhe seriale. Ishte gjithmonë më i prirur këtë sepse seriali mund ta parashikosh se çfarë mundon, ndërsa futbolli 90 minuta nuk do e dish kurrë. Thotë do të mban të ngrirë gjatë gjithë kohës. Do jesh e përqendruar gjithmonë aty, thotë do mësose çfarë do thotë përqendrimi për diçka. Mami vazhdimisht më thoshte kur doja të shkoja në stadium, moj vajzë, sa të më mirë të blesh një buskuq ma bënde. Edhe unë, duke qenë se jam e origjinë nga Tropoja, ma thoshte këtu, moj qika e nansta. Më mirë me blej buskuq, a i laps për sytë tu, edhe të shkosh se sa të shkosh në stadiumet, më haxhosh lek me bileta stadiumeve. Edhe unë që isha, ma, po mu nuk më shijon ajo pjesa e buskuqit. Sa më shijon ajo pjesa të qenurit në stadium, duke brohoritur, duke e shijuar, duke qenë në ankth apo në stres gjatë gjithë kohës se çfarë do ndodh minut pas minute. Dhe babin e kisha që më thoshte shko, nuk ka asnjë problem dhe isha nga ato vajza që deri në diku dhe në Tiranë, por edhe në Mëngjer thyva një tabu që vazhdoja shkoja në stadium edhe vetëm, pastaj nga dëshira thjesht si tifoze. Pastaj edhe vllai ka ndikuar shumë pozitivisht dhe i them shumë faleminderit për gjithë besimin që më ka dhënë vllai im, pasi vllai im është mjek fizioterapist, punonte për një ekip futbolli si mjek fizioterapist. Që do të thotë ka pas prirje dhe sy për futbollin, me që se vazhdimisht ka qenë me to. Jo tamam, vllai nuk e ka dashur kurrë në vetvete futbollin siç e kam dashur unë, por e shikonte si profesion dhe kishte pasion fizioterapin, mjekësim për të shëruar njerëzit dhe pjesa, kjo gjë e bëri që vllai të ishte në vendi ku njerëzit dëmtohen më shumë dhe kanë më shumë nevojë për fizioterapi. Dhe në një moment tek ekipi ku ishte ai mungonte marketingu. Dhe unë duke qenë se kisha studiuar gazetari dhe shkenca komunikimi në departamentin e Universitetit Tiranës, më thot mua,
Lela tha do vish, se mua Lela më thrasin familjarët, tha se ka nevojë. Dhe atyre thot, keni nevojë ta marrim motrën time që t'ua bëj marketingun? Është gocë. Gjëja e parë që ka qenë, po është gocë, si mund ta bëj ajo? Merrni dhe ma lini mua në dorë, thot vllai, dhe tregon që besimin e plot, besimin e verbër që kishte tek motra e vet. Që do të thotë thjesht vërtet ka qenë shtylla më e madhe. Shtylla më e madhe e besimit që unë t'i futesha dhe të qëndroja në një botë ku faktikisht nuk ka shumë vajza të përfshira dhe janë kryesisht djem. Dhe më merr të pjesa e ekipit dhe unë isha gjithkohës me vllajin. Dhe në atë moment kuptova që shiko, duke bërë fotografi, duke bërë PR-in, marketingun, videot, duke u marrë me futbollistët se si përgjigjen në intervistat e gazetarët të tjerë, edhe duke trajnuar secilin futbollist për imazhin e tyre, për imazhin e klubit, më dha 3 vite kohë që unë t'isha brenda në botën e futbollit, duke kuptuar çdo lloj gjëje nga futbolli, se si funksiononte, nga trajnimi, nga disiplina, nga ushqimi, nga dëmtimet e lojtarëve, nga teknika, nga vendosja, nga pozicionimi, se si duhet të jetë oraret e futbollit, kur çdo lloj gjëje përfshihet. Gjithçka që duhet të dihet. Po, dhe për të kuptuar se ata fundit unë i shikoja 90 minuta nga stadiumi ose nga televizori dhe për të kuptuar që faktikisht mbasi mbaron një ndeshje ose para ata kanë emocione, janë njerëz dhe ka raste që futen me ngarkesat e tyre emocionale në një ndeshje. Që kështu kuptova që prit ka diçka më shumë. Dhe duhet ta marr me seriozitet. Dhe faleminderit vëllait tim për besimin që më dha dhe faleminderit domethënë që më mori afër tij në ngrohtësinë e një vllai që zakonisht nuk e bëjnë. Vëllezërit, po them, sa do të emancipuar kanë qenë shqiptarët apo djemt shqiptar, nuk e kanë bërë dot kaq gjë se janë ndier me seder, janë ndier njerëz me prit, po sikur të më ngacmojnë motrën. Ai tha mos e vrit mendjen motër. Unë jam këtu me ty, s'ka kush të ngacmon dhe të hedh një fjalë. Me siguri që ka pa edhe talentin tënd dhe dëshirën e flakt që ke pas. Ai kur është futur dhe ka kërkuar që unë të jem pjesë e stafit, ka menduar që prit. Është punë dhe unë e di se aftësh kjo vajzë, nuk ka parë vetëm si motrën e tij. Dhe normalisht i them faleminderit sepse isha çdo kohë derisa djemtë e ekipit filluan të më thrisnin byrazere, domethënë motër, dhe gjithë nuk më thrisnin ndonjëherë askush emrin Mirela, po gjithmonë o motra e Dokës ose byrazere. Sa mirë. Dhe isha një me ta, domethënë u bëra një shtojse tyre pozitive. Po, Mirela, me qenë se nuk nga premton shumë koha, unë dua për fund të di, me qenë se ti bën shumë analiza sportive në Shqipëri, të kemi pa edhe në për media të ndryshme, sa është e rëndësishme analiza pas çdo ndeshjeje për gjithë publikun? Atëherë, është tjetër gjë ta shikosh një ndeshje në televizor dhe tjetër gjë është ta shikosh një ndeshje në stadium. Unë kryesisht përpiqem të shikoj ndeshjet në stadium dhe të shkoj nga stadiumi në stadium dhe të jem, ka pasur një rast që unë kam parë 3 ndeshje brenda dite që ka qenë një sfidë vete. Dhe po e them dhe këtë pjesën e sfidës së kohës dhe do dal aty ku duhet, që më është dashur të udhtoj nga Tirana në Rogozhin, nga Rogozhina të shkoj në Vlorë dhe nga Vlora të kthehem në shtëpi. Pra, një ndeshje në Tiranë, një ndeshje në Rogozhin, një ndeshje në Vlorë. Praktikisht 400 kilometra, që më është dashur brenda ditës t'i mbuloj dhe nga 2 orë secila ndeshje. Cila është ndryshimi mes televizorit dhe analizës sportive që ne bëjmë kur jemi në një emision. Unë shikoj futboll, kryesisht kamerat fokusohen te futbollistët që janë në aksion dhe e kanë topin, ndërsa ne në stadium shikojmë dhe futbollistët që janë duke edhe të tjerët. Edhe të tjerët se si pozicionohen, pra nuk e vlerëson dot një futbollist vetëm nga televizori, nuk e vlerëson dot një ndeshje vetëm nga televizori. Nga televizori mund të duket një ekip shumë më mirë se sa tjetri, por ndërkohë që gjithë lojën. Në televizor do shikosh ndoshta edhe një përmbledhje që janë shënuar vetëm 2 gola dhe ti do thuash ok, pas ka luajtur më mirë, ndërkohë që ka qenë thjesht çështje fati që ka shënuar 2 gola, sepse fati është qindrat e sekondës janë shumë diferencë në futboll dhe është ndonjëherë ndihmon fati dhe ekipin që nuk ka qenë për ta fituar atë ndeshje. Dhe analiza sportive është e nevojshme për të kuptuar që shiko, nuk është parë nëse ky lojtar ka dhënë më të maksimumin apo ky ekip, me vërtet ky ekip ka bërë lojën, ka zhvilluar 60%, 70% të ndeshjes dhe ka mbajtur topin në kontroll, ka bërë më shumë sulme, por ka qenë çështje fati që ky ekip tjetër fitoi 1-0. Dhe nuk mund të lesh thjesht me rezultatin. Është komplet ndryshe. Është komplet ndryshe dhe unë duke qenë pjesë e gjithë rrjedhës dhe të gjithë gazetarët që ne shkojmë e shikojmë futbollin në stadiume,
ka një arsye që e shohim analiza konkrete dhe për të vlerësuar ata kush duhet vlerësuar. Ka raste që ti trajneri nuk e shikon kurrë se çfarë po bën, por në ndeshje në stadium ti e shikon trajnerin që është aty duke bërtitur, duke dhënë këshilla, duke dhënë instruksionet e veta që secili duhet të shkojë në pozicionin e vet. Dhe ti kurrë nuk do e vlerësosh dot një trajner nga televizori, sa i përfshirë është ai. Ka raste që trajneri është pika kryesore e një ndeshje, sepse aq shumë përfshihet në ndeshje, sa që lojtarët ju duket sikur ju flet shoku i vet, ndërkohë që po ju flet trajneri. Dhe ka një diferencë shumë të madhe. Më pëlqeu. Më pëlqeu kjo bisedë. Edhe mua gjithashtu. Jo, nga që e the se një javë po të pim kafën e mëngjesit, do ta mbush mendjen që ta ndjekësh sportin. Do vish do bashkohesh. Prandaj po e them. Do bashkohesh, dëshiron bashkohesh. Hajde me mua. Do jesh kështu çdo kohë, çdo moment duke të shpjeguar çdo lloj gjëje që ndodh në futboll, në një ndeshje, pasi edhe në televizor nuk do ishte e mundur të ta shpjegoja si duhet, pasi nuk e shikojmë. Ndryshe është nga terreni. Ndryshe është nga terreni, ndërsa në terren ti do i kesh 100 metra fush përballë syve, do e shikosh dhe syt katër. Dhe syt katër, patjetër do e vëzhgosh nga fillimi deri në fund të gjithë gjë. Mirela, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për gjithë këtë energji pozitive që dhe në këtë mëngjes dhe për gjitha këto informacione dhe karrierë tënde, ndoshta jo edhe shumë vite, sepse ti je shumë e re, por që fole shumë për atë pasionin tënd që ke për futbollin dhe ato prapavit ndoshta që nuk i shohim ne vazhdimisht nga televizori, andaj thash që më pëlqeu. Faleminderit, kënaqësia ishte gjithë e imja dhe realisht do dëshiroja që çdo vajzë të kishte hapësirën që t'i futej botën sportit, pasi më shumë se sa asgjë tjetër të mbush shpirtin. Ti nuk e di se çfarë do ndodhë në 10 minuta. Nëse ajo ndeshje do përfundoj me fitoren e cilit ekip, a do përfundoj njërë sepse ka pasur ndeshje që s'janë mbyllur kurrë dhe janë lënë aty dhe janë fituar në tavolinë, apo ajo ndeshje do shkoj do jetë aq e qetë sa që ti do thuash okej, pas ka qenë qetësi e madhe sot. Faleminderit edhe një herë dhe shumë suksese. Shumë faleminderit, suksese dhe ju dhe ditë të mbarë. Faleminderit.